Na nuk duhet t'i kryjm ibadetet, hajde se po ja bëjmë, po i kryjm se kemi obligim. Na nuk duhet të mundohemi më përkushtu një ibadete pa njoft sa duhet atë kuj për ja përkushtojmë ibadetin. Pra, na nuk mund ta duam namazin edhe agjërimin nëse nuk e kem kuptu kush është ai që për ja përkushtojmë na namazin. Po, mas pari me e dashtë Allahun, qysh e don Zotin, kur e njeh. Nëse nuk e njeh Zotin, ti nuk mundesh me e dashtë. Një diçka që se ne ti nuk e don. Kur ta njeh Allahun dhe e shet që është i patmeta, është i pa kur far vërejtje, është Zot, është krijues, ai që meriton adhurim, emrat, cilësitë e tij nuk krahasohet asnjë krijesë. Na ka fal me mëshirën e tij. Na çon xhenet me rahmetin e tij. Ato që çon xhenem e çon masitar arsyetoje me kohën me gjitha, masi t'ia çon argumentet, edhe çon me drejtsinë e tij pa i bën kur far zullumi. Kur e kupton në këtë formë, atëherë ti që ibadet që ja përkushton çati që je ty e dasht, ti edhe ibadetin kimë e dasht. Se ti jetë ditë për kënd pa e ban.